Genta Ismaili pa pritur po bëhet virale gjithandej në botë. Së fundmi rrjetet sociale janë pushtuar nga një këngë që shumë prej nesh e kujtojmë me nostalgji, një panterizi e Genta Ismailit. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 12 vite nga publikimi i saj, kjo këngë po përjeton një rilindje surprizuese në TikTok, duke u kthyer një prej trendeve më të përdorura të momentit. Përdorues nga mbar bota po e përdorin këngën si sound në videot e tyre, duke krijuar koreografi, rikrijuar skena nga videoklipi origjinal apo thjesht duke kërcyer në ritmin e saj energjik. Në komentet që po qarkullojnë në rrjet, shumë përdorues kanë shprehur habi dhe adhurim për këngën, duke shkruar: "Kjo këngë nuk ishte menduar të kalon te kufit shqiptar. Se po bëhet virale diva jon. Asnjëherë në jetën time nuk e kam pritur se Genta do bëhej virale. Ajo është Shakira jon në Kosovë." Vetëm pak javë më parë, Genta u rikthye ekskluzivisht në një intervistë për Prive by Libertas Paiu, ku paralajmëroi se nuk do të mungoj më gjatë me projektet e reja muzikore. Një lajm që fansat e saj e kanë pritur me shumë entuziazëm. A ju kujtohet edhe juve ky hit që po bën namin sërish pas kaq vitesh?